Frymarir e rënd. Ndarja nga Ramazani. Muaji i bekuar erti si një dhuratë e veçantë, duke mbushur zemrat me paqë, shpirtin me dritë dhe jetën me kuptim. Gjatë këtyre ditëve, ne kemi ndjerë forcën e vetë për mbajtjes, bukurinë e adhurimit dhe gëzimin e solidaritetit. Por tani, Ramazani largohet dhe mbetet pyetja: a do ta mbajmë frymën e tij të gjallë? A do të vazhdojmë të jemi po ashtu të durueshëm dhe të mirë me të tjerët? Ramazani nuk është vetëm një muaj, por është një shkollë e madhe e moralit dhe devotshmërisë. Mësimet e tij nuk duhet të harrohen, sapo të vijë festa. Le të largohemi nga ky muaj me zemrat më të pastra, me vullnetin për të qenë më të mirë dhe me dëshirën për të ruajtur afërsinë me Zotin. Le të vazhdojmë të jemi bujar, të falim dhe të ndihmojmë ata që kanë nevojë. Ramazani po largohet, por fryma e tij duhet të mbetet gjithmonë në jetën dhe veprat tona. Shpirti, thjerë YouTube